Sot do ta nisim këtë edicion informativ me një ngjarje të rëndë. Mëngjesin e sotëm një ngjarje tragjike ndodhi në Vlorë, ku si pasojë e një aksidenti mes dy makinave, një familje me 4 antar u shua. Aksidenti i rëndë ndodhi në autostradën Fier-Vlorë në vendin e quajtur Kripa. Një makinë tip Audi me shpejtësi mbi 150 km/h ku udhëtonin 3 të rinj ka përplasur mjetin tip Toyota, në të cilin udhëtonte familja me 2 fëmijë të mitur, 14 dhe 9 vjeç. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti, por paraprakisht të dhënat e para tregojnë se shkaku i përplasjes është shpejtësia e madhe e mjetit me të cilin udhëtonin 3 të rinjt. 3 të rinjt që shkaktuan aksidentin ndodhen në spital në gjendje të stabilizuar. Dhe do të qëndrojmë të kjo ngjarje e rëndë dhe do të lidhemi tani në Skype, nëpërmjet Skype me gazetarin Erik Mehmeti për të mësuar më tepër mbi këtë ngjarje. Zoti Mehmeti, përshëndetje. Përshëndetje, ishte një ngjarje e rëndë e cila ka tronditur, mund të them, gjithë opinionin, sepse bëhet fjalë për jetën e 4 antarëve të një familje e cila është shuar totalisht. Situata, mund të them, ajo që unë pash atje, pash një sepse isha fatkeqësisht, mund të quaj rastisa në momenti që po nxirreshin trupat e fëmijëve. Ju keni qenë në vendngjarje, po thoni? Po, kam qenë në vendngjarje që në momentet e para dhe është një tragjedi që janë ato tragjedi që rrallë shikon, por që do doje që mos i shikoje kurrë. Unë do të them që pamja ishte një pamje vërtet makabre. Automjeti tip Toyota është një automjet i cili ishte dëmtuar totalisht. Të paktën po bëj një përshkrim të ngjarjes, të paktën si e ka marrë vesh nga burimet. Ka qenë ky Audi, ku brenda të cilit ishin 3 djemë dhe po udhëtonte në drejtim të Vlorës. Paktën sipas ekspertëve të policisë, shpejtësia mendohet se ka qenë shumë e madhe dhe një shpejtësi mund të them që nga frenimi mund të ishte me një kilometrazh jashtëzakonisht shumë të lartë. Dyshohet që Audi ka goditur nga pas këtë Toyota Yaris dhe përpasoj automjeti tip Toyota është rrotulluar disa herë, në fund ka përfunduar në anë të rrugës i dëmtuar dhe i shpërfytyruar. Të rinjt që gjendeshin në automjetin tip Audi kanë pasur vetëm dëmtime fizike, 2 prej cilëve do dërgohen në Tiranë, ndërsa vetë nga ana e personave që ishin Audi, një nuk ka dhe lëndime të mëdha, pra 2 janë ata që kanë lëndime më të mëdha. Për sa i përket kësaj ngjarje të rëndë ku humbi jetën dhe u shua e gjithë kjo familje, pra një familje nga Patosi, ku kanë qenë përbërë nga 2 vajzat e vogla, burri dhe gruaja. Bashorti është dërguar në spital në gjendje të rëndë dhe ai ka humbur jetën, ndërsa 3 kanë humbur jetën direkt në vend. Madje ka pasur shumë vërtetësi për t'i nxjerrë nga automjeti, është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse, të cilat kanë ndryrë duke prerë pjesën e tavanit të automjetit. Zoti Mehmeti, a dihet se kush ka mbërritur fillimisht në vendngjarje? Kush ka bërë lajmërimin për aksidentin e ndodhur? Nuk arrita të dëgjoj edhe një herë pyetjen të lutem. A dihet se kush ka mbërritur fillimisht në vendngjarje? Kush ka bërë lajmërimin për aksidentin e ndodhur? Se tamam nuk arrita që ta dëgjoj për shkak të rrjetit ndoshta, ngjarja ka ndodhur në një vend në vendin e njohur si Kripa në autostradë dhe ka ndodhur në orën 8:30 të mëngjesit të sotëm, në momenti që familja ishte duke ardhur në drejtim të qytetit të Vlorës, kishin jetuar disa vite në Greqi dhe tashmë jetonin në zonën e Patosit. Ata ishin nisur për të kaluar ushqime të Vlorës, ushqime të cilat kanë rezultuar në një tragjedi. Nisur kjo edhe interesante dhe shumëta që ata kishin në automjetin e tyre, por duket që, si thashë pak më parë, ajo goditje ka qenë jashtëzakonisht, por një goditje e cila jo vetëm ka qenë fatale, por ka shpërfytyruar. Ndërsa për sa i përket Audit, shpejtësia ka qenë e madhe, ka qenë një shpejtësi, mund të them,
jashtëzakonisht shumë e lartë, edhe në momentin që Audi ka goditur automjetin, mbas automjetit ka tentuar të frenojë dhe frena duken me një gjatësi shumë të madhe, ka goditur një shtyll dhe më pas ka goditur, ka rënë në kanal, po aq shumë e shpejt, aq shumë fort, që goditja sa është krijuar dhe një grup brenda në kanal. Por duke që Audi është makinë e fortë dhe ka arritur që djem që të shpëtojë. Ne ajo që do të shikojmë tashmë, që fatkeqësisht i parë dhe në akte të ndryshme do të shikojmë se si do të jetë eturia e kësaj situate, si do jetë eturia si do dalin pjesa e fajt, sepse nuk e dim si dalin nga ana ekspertë pjesa e shpejtësisë së aksidentit, sepse aty ka një limit normalisht të shtryer, nuk shtryer aksidenti. Por një gjë është e sigurt, me thënë që kanë humbur jetën 4 persona, me thënë drejtësia duhet të jetë shumë e saktë, duhet të bëjë një analizë të dur dhe drejtësia mendoj si për familjen e tyre, sepse dy vajza të vogla ju prej jeta në mes. Nuk ishin më shumë se njëra ishte 9, tjetra 14 vjeçe dhe ishin në asnjë rinis nuk mund të qenë se sapo në rënd ishin në fillim të jetës. Kështu që ajo që është e nevojshme përveç faktit të aksidentit duhet të shikohet me korrektësinë më të madhe. Ka mbritur dhe drejtori i përgjithshëm i qarkullimit rrugor, i cili paktën unë kam shumë kërcime për drejtorin e qarkullimit rrugor dhe mendoj që dhe ai do ta shikoj me shumë prioritet të çështje. Por do të theksoj që aksidentet të tilla në atë kanë qenë të shpeshta vetë për faktin që mungojnë radarët e shpejtësisë. Dhe duke munguar radarët e shpejtësisë, përpasoj që mos tani në sezonin e verës ndodhin situata të tilla dhe problematika të tilla. E qartë, zoti Mehmeti, edhe një pyetje të fundit, a paraqet rrezik ky aks i segmentit ky segment i aksit Fier-Vlorë, a përfshihen shpesh automjete të tjera në aksidente të tilla? Nuk arrit të dëgjoj momentin e pyetjes sepse ka një interferencë. Pra, po e përsëris, a paraqet rrezikshmëri i njëjti aks? Vetëm ndoshta është problemi te niveli i zërit, uleni pak te mikrofoni, ndoshta ka një shkëputje edhe një. Një problem me audion me zotin Mehmeti. Tani okej, po. A paraqet rrezikshmëri ky aks i segmenti Fier-Vlora, janë përfshirë dhe herë të tjera në aksidente të tilla automjete? Unë e thash që ka nevojë, me thënë, dhe në një farë mënyrë ka qenë pak pa i pjesës e radarëve. Ka nevojë për radar dhe ka pasur aksidente, po kryesisht kanë qenë në kohën e sezonit veror, aksidente të cilat kanë pasur dhe pasoja. Dhe mund të them gati janë në të njëjtin vend. Sepse është një rrugë që të gënjen, e themi ne, ecën me shpejtësi dhe detyrohesh që aty shpeshherë shumë njerëz duhet të kesh shumë kujdes, detyrohen dhe ata që janë të rregullt me lëvizjen e automjete, detyrohen që të rrezikojnë në një farë mënyrë si rastin e sotëm të familjarët sot për shembull ishin me shpejtësi të ulët. Pra, zoti Mehmeti, nëse do të jepnit edhe një mesazh të fundit, pasi emra të shumë kanë reaguar sot për ndërshkime të ashpra ndaj fajtorëve që shkaktojnë aksidente të tilla. Shiko, ne jetojmë në Shqipëri dhe shpeshherë kemi parë disa vendime që fajsojnë viktimat. Me thënë sepse ndodh shpeshherë që në aksidente të ndryshme të fajsojnë viktimat, mbyllet e gjitha me radhë. Unë prandaj e thash në mes të fjalës time që duhet të ketë nga ana e strukturave dhe nga ana e gjyqësorit. Duhet të ketë një gjykim të saktë. Jo, kaloi kjo kohë dhe po harrohet, fillojnë dalin për shembull të dali, se nuk i dihet, mund të dali edhe që fajtor ishin edhe viktimat se u goditën nga faza, me thënë, nuk e dim, me thënë pa paragjykuar, por unë uroj që në këtë aksident që humbën jetën 4 njerëz, sepse ne do vazhdojmë jetën. Me thënë, ata humbën jetën, por ne do ta vazhdojmë jetën. Nuk dihet se çfarë mund ndodhi në vazhdimsi, por ka një gjë që jeta ecën dhe ne nuk duhet ta harrojmë këtë aksident.
nuk duhet të jetë thjesht vetëm një shifër. Ne duhet të reagojmë që ata, ose ai drejtues automjeti, ai pirat rruge, duhet të marrë dënimin e merituar. Ai duhet të ketë një dënim për sa i bën, nëse ka shkelje, nëse ai ka ecur me shpejtësi, duhet të bëhet një analizë e saktë. Madje unë bëj një thirrje për strukturat shtetërore që më shikojnë, ju lutem, dërgoni dhe një ekip nga Tirana që të bëj një analizë të duhur mbi fajtorët e kësaj çështje. Pra pritet dhe ekspertiza përfundimtare, po thoni. Po, nuk duhet as të paragjykoj ekspertizën këtu dhe asnjë lloj strukture, por unë kërkoj që të vi një ekip i pavarur dhe një ekspert të bëj ekspertizën nga Tirana, mos t'i lihet në dorë vetëm një eksperti. Të ketë ndoshta 2 apo 3 ekspertë, sepse nëse nuk do të ketë dënim të merituar, dhe në qoftë se nuk ka një analizë merituar, gjëra të tilla mund ndodhin pra. Mund t'ju ndodhte juve, mund t'ju ndodhte dhe atij që mund t'japi vendimin, mund të ndodhte nuk dihet se kujt. Pra, nëse ka ndëshkueshmëri, njerëzit do të tërhiqen. Nëse ka pa ndëshkueshmëri, do të kemi prapë jo vetëm aksidente të tilla, por edhe më shumë, sepse shpejtësia e lartë në nivele tepër mund të them që mund të ketë qenë ditën e sotme, marrin jetë si në këtë rast, sepse ka qenë për shembull nuk e quaj, unë jam ekspert, por jam gazetar që analizoj situatat. Nuk kemi të bëjmë me natën, pra në një mungesë shikueshmërie. Nuk kemi të bëjmë me një ditë shiu që rruga është e lagur. Por kemi të bëjmë në mes të mëngjesit, pra në orët e para të mëngjesit, në një ditë me diell e të gjitha me radhë. Pra, duhet një analizë e saktë, kërkoj që të marrin pjesë dhe ekip ekspertësh nga Tirana, që me qëllim që mos të ketë mundësi për gjëra që ne i dim se çfarë ndodh edhe çfarë mund të ndodhi. Me qartë. Zoti Mehmeti, ju falenderoj për të gjitha informacionet që na përcollët live. Faleminderit juve.